pra forcat zjarfikse që cuan situatën pasi rrezikoshin banesa, por edhe biznese. Kemi raportimin e kolegu tonë në qarkun e Lezhës, Elvis Hila. Përshëndetje Elvis, si paraqitet situata në tërësi në qarkun e Lezhës? A ka vatra aktive në këtë qark nga zjarri? Ju përshëndes nga Lezhë Nertil. Në fakt, Lezhë ka kaluar një situatë të vështirë sa i përket zjarreve për gjatë 24 orëve të fundit, kryesisht gjatë mbrëmjes së kaluar referuar të dhënave nga emergjenca civile në prefekturën e këtij qarku bëhet me dije se në të gjithë qarkun, pra në të tre bashkitë, Lezhë, Kurbin dhe Mirdit, ka patur 18 vatra zjarri, ku pjesa më e madhe e tyre kanë qenë në territorin e bashkisë së Lezhës, ku kanë qenë 15 të tilla, një në Mirdit dhe 2 në Kurbin. Situata më e vështirë, siç kemi raportuar edhe mbrëmjen e kaluar, u paraqit pikërisht në zonën mes Manatis dhe Barbullojës, ku flakët përfshin një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi, ferra, shkurre, por edhe pemë frutore dhe favorizuar nga era e fortë u përhapen në një sipërfaqe mjaft të madhe, duke vënë në rrezik edhe zonën e banuar, konkretisht një biznes dhe disa banesa. Është dashur një operacion i cili ka zgjatur rreth 3 orë nga forcat zjarfikëse të Lezhës, të ndihmuar dhe nga banorët të zonës për të vënë në kontroll këtë zjarr, i cili pra mori përmasa të frikshme, duke ju referuar edhe pamjeve të cilat kemi siguruar pra gjatë mbrëmjes e kaluar, por duhet thënë se fal angazhimit në terren situata u përmirësua dhe u shmang rreziku për zonën e banuar. Aktualisht që ne flasim, kemi një vatër zjarri konkretisht në zonën e Markartomajve, si për rrugës kryesore nacionale Lezhë-Milot, por edhe ky zjarr është drejt Shurjes, ndërsa në raste të tjera kemi patur pra zjarre në ferra, shkurre, por nuk kanë patur ndonjë rrezik. Në këto kushte, autoritetet vendore ju bëjnë thirrje qytetarëve që të bëjnë kujdes, pasi temperaturat kanë arritur deri në 38 gradë Celsius dhe gjatë 2 ditëve të fundit rajoni Lezhës është karakterizuar edhe nga era forte, duke shkaktuar pra edhe këtë situatë mjaft problematike sa i përket zjarreve. Ndaj vigjilenca duhet të jetë maksimale, pasi pjesa më e madhe e zjarreve janë nga pakujdesia, po edhe të qëllimshme, duke qenë se banorët po tentojnë që të hapin kullota të reja dhe zjarret po dalin jashtë kontrolli, i referuar temperaturave të larta, por edhe erës së fortë dhe shërbimi i zjarfikës, por edhe strukturat e tjera të emergjencave në të tre bashkitë e qarkut të Lezhës janë përballur pra me një situatë mjaft të vështirë. Ndërkohë, pas ditën e djeshme, si pjesa e Bregdetit Jugut, ashtu edhe zona e Shëngjinit dhe Lezhës ka pasur era të forta. Si është situata sot për sa i përket motit? Ka një rënje të intensitetit të erës gjatë ditës së sotme, por sërish situata është problematike, duke ndikuar negativisht edhe për lundrimin e detar. Plazhet e Lezhës mund të themi se janë plot, Shëngjini dhe Talja, duke qenë se është edhe fundjavë dhe temperaturat janë mjaft të larta, por dallgëzimi vjen që të jetë i lartë dhe në këto kushte ju kërkohet pra pushuesve që të bëjnë kujdes gjatë nëntimit në det, por edhe gjatë lëvizjes së tyre me mjete të ndryshme lundruese, siç janë edhe jet skit. Kemi patur një rast gjatë ditës së djeshme në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, ku një jet ski u pësoi defekt në det, duke rrezikuar jetën e disa pushuesve. Ka qenë pikërisht ndërhyrja e policisë kufitare që ka bërë të mundësh pa shmangjen e ndonjë tragjedie pikërisht në këtë zonë, dhe për sa kohë dallgëzimi do të vijojë të jetë i lartë dhe normalisht pra era të jetë e fortë, autoritetet kërkojnë që të bëhet kujdes maksimal edhe në pjesën e Bregdetit nga Rana Hedhur deri në Tale, pra pjesë që është në territorin e bashkisë së Lezhës, për të shmangur incidente të tilla. Faleminderit Elvis për gjitha këto informacione që na përcolle në këtë lidhje të drejt për drejt nga qarku i Lezhës.